Përshëndetje muzikal deri në të kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë video ku do fokusohemi le të themi ke ato rumors që po qarkullojnë në këto javë të fundit të merkatos. Patjetër lajmi më i rëndësishëm le të themi dhe që ka bërë më shumë zë për sot është vazhdimi i tratativave dhe ulja e pretendimeve të Tottenham për lojtarin e tij Spence. Pra nga 50 milion që kërkonin në fillim, Tottenham është i gatshëm që të pranojë deri në 35 milion euro, pra e ka ulur kërkesat e veta. Patjetër Auzilio po vazhdon dhe po punon për Spence, që do ishte një goditje realisht shumë e rëndësishme, sidomos pas largimit të Dumfries, edhe pse fjalët më të mira, komplimentat më të mira për Diouf, siç e kemi thënë, ku në fash, pra në pesçe, fashën e bën shumë mirë, fashën e djathtë, por pjesën ofensive, për sa i përket mbrojtjes, çalon shumë sepse patjetër është lojtar që prioritet ka fazën ofensive. Komplet e kundërta me Spence, i cili një lojtar i ri, një lojtar i cili bëri paraqitje shumë të mira edhe në botror dhe u pa që në fash është realisht shumë aktiv, sidomos në fazën defensive. Duke marrë parasysh, sepse normalisht nuk mund të sulmosh njëkohësisht me të dy krahët, por duke marrë parasysh edhe formën fantastike që si duket Di Marco po e vazhdon edhe këtë sezon. Pra, kjo ishte gjë më e rëndësishme. Nga krahu tjetër ka dalë edhe një lajm, edhe pse un kam qëndrimet e mia, jam disi dyshues për interesimin e Lazios për Fratezin, dyshoj që do kryhet diçka për vetëm domethënë për dy arsye. E para herë, është shumë e vështirë që të bësh tratativa me Lotiton, siç dihet, tejet e vështirë, është shumë e vështirë ti blesh lojtar, jo më ti shesësh lojtar, nuk e di nëse Lazio është e gatshme apo Lotito më saktë është i gatshëm që të shpenzoj, ti japi Interit pikërisht atë që pretendon për Fratezin e para, dhe e dyta nëse Fratezi do i interesonte një eksperiencë ke Lazio, sepse normalisht është një downgrade le të themi në karrierën e tij, ndoshta edhe pse ai e ka shprehur që dua të rinë në Itali, por ndoshta një opsion Premier League mund të ishte më i favorshëm për të. Gjithashtu Interi po punon fort për Aslanin, ka disa kërkesa konkrete faktikisht Sassuolos, por kam përshtypjen se sërish fati Aslanit do vendoset në huazim të thjeshtë, sepse me detyrim blerje është vështirë. Të dy këto lëvizje, nëse kryen deri në fund të merkatos, do lironin dy vende dhe patjetër kërkesa kryesore e Kivus, Curtis Jones, lojtari i Liverpoolit, lojtar tetë i rëndësishëm që mbulon një rol kritik le të themi në mesfushë dhe që Interi padyshim do i bënte shumë punë. Një tjetër lajm që un kam dyshimet e mia gjithashtu është interesimi i Romës për Luis Enriquen. Ka shprehur faktikisht është interesuar për Luis Enrique, gjithashtu Luis Enrique ka edhe oferta nga Bournemouth në Angli. Flitet shumë për pjesën e Perisic dhe kështu mund të zëvendësonim. Perisic është një operacion i cili fare thjesht mund të kryhet. Patjetër një lojtar në moshë, por atletikisht është shumë lart, realisht është shumë mirë, kështu që nuk do habitesha nëse do kishim një rikthim të Perisic, por siç e thash më e rëndësishme është pjesa e Spence nëse do kryhet. Gjithashtu kam bindjen për pjesën e Pavard, që Pavard do riintegrohet në grup. E kam thënë dhe edhe më parë edhe në videot e kaluara që Pavard për mua nëse punon fort është vlerë e shtuar për ekipin. Ne kemi parë çfarë është i aftë të bëj, karriera e tij flet. Të paktën edhe në këto ndeshje miqësore Kivu e ka aktivizuar titullar dhe realisht ka dhënë performanca shumë të mira, kondicioni i tij fizik po rritet. Kështu që për momentin këto janë këto rumors le të themi të merkatos, jam i bindur që deri në fund gushtit do ndodhi diçka. Siç e kam thënë që në fillim Interi nuk ka nevojë për revolucion të madh, 2-3 pika të vogla, mos u gënjeni nga emrat apo shpenzimet që bëjnë ekipet e tjera, sepse në fund fare me këto pak shpenzime kemi dalë kampion, jemi shpallur kampion dhe në fund fare ekipi që fiton nuk ke pse ndrohet. Kështu që në të mirë në të keqe ju përshëndes, Forza Inter.